Mbi 1.000 protestues dolën në rrugët e Houstonit në shtetin amerikan të Teksasit për të kërkuar drejtësi pas vrasjes së një emigranti meksikan nga një agent i Shërbimit Amerikan të Emigracionit dhe Doganave, i njohur si ICE. 52 vjeçari Lorenzo Salgado Araujo u qellua për vdekje teksa po shkonte në punë. Sipas familjes së tij, ai jetonte prej rreth 3 dekadash në Houston dhe ishte pranë përfundimit të procedurave për të marrë qëndrim të ligjshëm në Shtetet e Bashkuara. Protesta nisi pranë vendit ku ndodhi ngjarja dhe më pas u shndërrua në një marshim drejt një parku aty pranë. Demonstruesit mbanin flamuj meksikan dhe pankarta me mbishkrime në mbështetje të emigrantëve, ndërsa prohorisnin slogane kundër operacioneve të ICE. Drejtori ekzekutiv i organizatës Fiel Houston, Cesar Espinoza, e cilësoi ngjarjen si një vrasje të pajustifikueshme, duke deklaruar se askush nuk duhet të humbas jetën ndërsa shkon në punë. Ai kërkoi përgjigje nga autoritetet federale dhe theksoi se askush nuk ka të drejtë të bëhet njëkohësisht gjykatës, juri dhe ekzekutues. Në protest mori pjesë edhe kongresmeni demokrat nga Teksasi, Al Green, i cili kërkoi drejtësi, llogaridhënie dhe transparencë për rastin. Ai deklaroi se vdekja e 52 vjeçarit nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi dhe bëri thirrje për ndryshime në politikat e emigracionit. Protestuesit kërkuan gjithashtu ngritjen e një hetimi të pavarur për të zbardhur rrethanat e plota të dështënave, ndërsa tensionet rreth operacioneve të deportimit janë rritur në disa shtete amerikane. Ngjarja është një nga rastet më të fundit në një seri incidentesh vdekjeprurëse të lidhura me kontrollet dhe operacionet e emigracionit në Shtetet e Bashkuara, duke rikthyer debatin mbi mënyrën se si zbatohen ligjet e emigracionit dhe përturimi i forcës nga autoritetet federale.